Shqipëria merr vlerësim për reformat e integrimit, portat e BE-s të hapura deri në vitin 2030, kërkohet respektimi i drejtësisë dhe luftë korrupsionit. Rama me kritika për vendimin e gjykatës kushtetuese kërkon edhe daljen e Veliajt për të bërë detyrën në krye të Bashkisë së Tiranës. Ish-deputeti Alqi Bllaku dënohet me 2 vite e 8 muaj në qeli, pas rillogaritjes së dënimit lihet i lirë, në proces mbetet për inceneratorin e Fierit. Albin Kurti nuk do të jetë më kryeministër, Vjosa Osmani jep bekimin Glau Konjuftës, ka 10 ditë kohë për të prezantuar emrat dhe për të gjetur votat. Shuhet ish zëvendës presidenti amerikan Dick Cheney, republikani që luftoi terrorizmin dhe kritikoi Trumpin në fushat. Të nderuar teleshikues, mirëmbrëmje, përshëndes nga edicioni qendror i lajmeve në Ora News. Bashkimi Evropian e vlerëson si Shqipërinë si një shembull në procesin e antarësimit, por që nuk do të ketë një trajtim të veçantë në rrugën e integrimit të plot. Komisionerja e zgjerimit tha se Unioni nuk diskuton asnjë ide për antarësim pa të drejtë vote, ndërsa mbështeti synimin për mbylljen e negociatave në vitin 2027. Kryeministri Rama theksoi se vendi do të bëjë gjithçka për të ulur si i barabartë në tryezën europiane, ndërsa raporti i këtij viti u cilësua si më pozitivi në historinë e marrëdhënieve Shqipëri-BE. Shqipëria vlerësohet si shembull në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, por rruga e vendit tonë për të bërë antare me të drejta të plota të Unionit nuk do të jetë speciale në krahasim me kandidatët e tjerë. Komisionerja për zgjerimin Marta Kos, në prezantimin e progres të raportit për vitin 2025, tha se Bashkimi Evropian nuk ka asnjë diskutim për mundësinë që Shqipëria apo vende të tjera t'i bashkohen Unionit pa të drejtë vote. Nuk ka asnjë diskutim për sa i përket të drejtës së votës, nuk kemi asnjë lloj debati në komision për t'i ndarë shtetet anëtare në 2 kategori. Në procesin normal që kalon me hapa dhe bazohet tek reformat, sipas Kos, vendi ynë ka shënuar përparim të paprecedent. Shqipëria ka bërë progres të paprecedent, synon të mbyll negociatat në vitin 2027 dhe më shumë se datat ne vlerësojmë dhe mbështesim ambicjet. Por sa realiste janë shanset e Shqipërisë që negociatat të mbyllen në vitin 2027? Kjo varet nga rezultatet e qeverisë dhe gjithë qytetarët shqiptar. Përmbyllja e procesit është e mundur, por ka ende shumë punë për të bërë dhe po flas këtu për përmbylljen e procesit të negociatave. Më pas duhen 1 ose 2 vjet që vendi të bëhet antar me të drejta të plota në BE. Edhe përfaqësuesja e lartë për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë, njëherë zëvendës presidente e Komisionit Evropian Kaja Kallas, foli për një momentum të paprecedent, siç e cilësoi për Shqipërinë. Shqipëria ka një momentum të paprecedent. Harmonizimi me politikën e përbashkët të BE-s është proces thelbësor, si dhe pastrimi nga korrupsioni. Kemi partneritet me Shqipërinë sa i përket sigurisë. Kryeministri Edi Rama menjëherë siguroi se Shqipëria do të bëjë gjithçka që duhet për të ulur më në fund si e barabartë rreth tryezës së Bashkimit Evropian. Po, ja dolëm. Dhe do të bëjmë gjithçka që duhet për të ulur më në fund të barabartë rreth tryezës së Bashkimit Evropian. Le të vazhdojmë përpara, së bashku. Ministria për Europën dhe punët e jashtme në një reagim tha se raporti i progresit për vitin 2025 është dokumenti më pozitiv i publikuar ndonjëherë për marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Raporti i progresit për vitin 2025 vlerëson se Shqipëria ka shënuar progres të qëndrueshëm në procesin e integrimit evropian, duke forcuar institucionet e drejtësisë, luftën kundër korrupsionit dhe stabilitetin ekonomik, por megjithatë dokumenti nënvizon edhe sfidat që ngadalsojnë rrugën e reformave të integrimit. Komisioni Evropian ka publikuar raportin vjetor mbi progresin e Shqipërisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, duke bërë një analizë të detajuar të arritjeve dhe sfidave që vijojnë të ngadalsojnë ritmin e reformave. Në dokumentin voluminoz, Komisioni vlerëson se Shqipëria ka bërë përparime të dukshme në disa fusha kyçe, por paralajmëron se për të përmbyllur kapitujt e negociatave me BE-n, kërkohen përpjekje të qëndrueshme dhe një dialog politik gjithëpërfshirës. Arritja e synimit të Shqipërisë për përfundimin e negociatave deri në vitin 2027 varet nga ruajtja e ritmit të reformave dhe nga një dialog gjithëpërfshirës politik. Nëse ky ritëm reforma shëruhet, Shqipëria është në rrugë të mbar për të arritur këto objektive ambicioz, theksohet në raport.
Komisioni Evropian vlerëson se zgjedhjet parlamentare të majit 2025 ishin konkurruese dhe profesionalisht e administruara, por nënvizon se procesi u shoqërua me pabarazi në garë, përdorim të burimeve publike dhe polarizim të thellë politik. Në këtë kontekst, BE kërkon një reformë të plotë zgjedhore që të garantojë kushte të barabarta për të gjitha forcat politike dhe forcimin e kontrollit parlamentar ndaj ekzekutivit. Në fushën e drejtësisë, raporti njeh progresin e reformës, veçanërisht përmes përfundimit të fazave kryesore të procesit të vettingut, por paralajmëron se presioni politik mbi institucionet e drejtësisë mbetet shqetësues. Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë vijojnë të përballen me mungesë kapacitetesh dhe vakanca në sistem, çka ndikon në ecurinë e funksionimit të plotë të gjyqësorit. Një nga pikat më të forta të raportit lidhet me luftën kundër korrupsionit, ku komisioni vlerëson rezultatet e SPAK-ut në ndjekjen penale të zyrtarëve të nivelit të lartë, duke evidentuar një rritje të ndjeshme të efikasitetit të këtij institucioni. Megjithatë, korrupsioni mbetet i përhapur në shumë sektorë të administratës publike, ndërsa sistemi i deklarimit dhe kontrollit të pasurive kërkon më shumë transparencë dhe zbatim efektiv. Në aspektin ekonomik, raporti thekson se ekonomia shqiptare ka ruajtur rritjen, inflacioni është stabilizuar dhe borxhi publik ka pësuar rënje. Por evazioni fiskal, qeverisja e dobët e ndërmarrjeve shtetërore dhe produktiviteti i ulët mbeten pengesa të rëndësishme për konkurrueshmërinë dhe zhvillimin afatgjat. Komisioni evidenton se mjedisi, menaxhimi i mbetjeve dhe politikat klimatike janë ndër fushat ku progresi është më i ngadalt. BE kërkon miratimin e ligjeve të reja mjedisore, forcimin e inspektimeve dhe përshpejtimin e projekteve infrastrukturore në përputhje me standardet europiane të zhvillimit të qëndrueshëm. Në politikën e jashtme, raporti vlerëson përputhjen 100% të Shqipërisë me qëndrimet dhe sanksionet e Bashkimit Evropian, duke e cilësuar vendin ton një partner të besueshëm dhe të qëndrueshëm në rajon. Në përmbyllje, Komisioni Evropian thekson se Shqipëria ka bërë hapa të rëndësishëm përpara në procesin e integrimit, por kërkon për shpejtimin e reformave në fushat e demokracisë, drejtësisë, administratës publike dhe mbrojtjes së mjedisit në mënyrë që vendi të avancojë drejt hapjes dhe mbylljes së kapitujve të negociatave. Në reagimin e parë për raportin e progresit, Sali Berisha tha se Shqipëria nuk plotëson asnjë kriter veç gjeopolitikës në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Kryedemokrati në bashkëbisedim me gazetarët mbrojti kontratën me strategun amerikan të fushatës së 11 maj dhe prezantoi detaje të reja, siç i cilësoi ai për Erion Veliajn. Përveç kriterit gjeostrategjik, Shqipëria në mënyrë absolute nuk plotëson asnjë kriter tjetër. Ky është reagimi i parë i Sali Berishës për raportin e progresit të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, që evidenton arritjet por dhe sfidat e vendit në synimin për të bërë pjesë e Unionit. Ne kemi bërë të pamundurën të informojmë institucione të Bashkimit Evropian në mënyrë të veçantë parlamentit dhe të vendeve partnere për zhvillimet në Shqipëri. Vetëm pak orë pasi u mësua se Partia Demokratike pakoi gati $1.6 milion për ish-këshilltarin e Donald Trump, Kristla Civitas, si arkitekt i fushatës së zgjedhjeve të 11 majit, ku opozita shënoi humbjen e 4 të radhazi, Berisha tha se kontrata ja vleti. Ekipi i La Civita, pa diskutim, ekipi më serioz i botës. I pyetur në lidhje me komentet e kryeministrit Edi Rama pas vendimit të gjykatës kushtetuese, kryedemokrati tha se gjykatësit që votuan pro kërkesës së kryebashkiakut Erion Veliaj mbrojtën kushtetutën. Ata gjykatës që votuan kundër dekretit të presidentit dhe vendimit të Këshillit të Ministrave, ata respektuan, zbatuan parimin ndërkombëtar. Publikisht Berisha tha se ka të dhëna se Erion Veliaj ka dalë në mënyrë sekrete nga burgu për takime natën. 2 ose 3 javë më parë, në ora 11 të natës, Erion Veliaj e la qelin, dhe kjo është 100% e sigurt. Variantet se ku shkojnë janë të ndryshme. Për asnjërin prej tyre nuk mund të them se cili është. I pyetur për revolta brenda Selis Blu, kryedemokrati pranoi se Bujar Leskaj ka nisur rrugën e ndarjes nga postet përfaqësuese. Bujar Leskaj ka ardhur më ka dhënë dorëheqjen dhe unë ja pranoj dorëheqjen atij si drejtues qarku. Ndërsa ishte në konferencën, Berisha mësoi edhe për ndarjen nga jeta të ish-zëvendës presidentit amerikan Dick Cheney, të cilit i bëri homazh si mik i shqiptarëve.
Edi Rama interpretoi vendimin e gjykatës kushtetuese për Erion Veliajn si dëshmi të pavarësisë së drejtësisë dhe ironizoi akuzat për kapje pushtetesh. Kryeministri thotë se kushtetuesja tashmë duhet të gjejë zgjidhje për atë që e cilësoi ngërç absurd, që siç thotë nuk duhet ta lërë Tiranën jetim, kur pasojat e mungesës së kryetarit të zgjedhur i vuajnë qytetarët. Kryeministri Edi Rama në reagimin e parë për vendimin e gjykatës kushtetuese që rrëzoi shkarkimin e Erion Veliajt si kryebashkiak të Tiranës dhe zgjedhjet e parakohshme në kryeqytet, e shoqëroi me një ironi për rivalët politik për akuzat e kapjes së drejtësisë, përndryshe e lexoi si provë pavarësie. Ja që edhe njëru provua se nuk I pas kam kapur unë të tëra pushtetet, dhe kjo është një gjë sa e qartë, aq edhe mirë apo jo. Kriju mazhorancës duke ju referuar fakti se kushtetuesja ka vlerësuar se kryebashkiaku I Tiranës nuk mund të largohet vetëm me zgjedhje, shton qëndrimin se mbajtja e tij në qeli është në dëm të qytetarëve të kryeqytetit. Nëse Tirana nuk do të ketë zgjedhje deri në 2027 dhe kushtetuesja mendon se kryebashkiaku I burgosur I Tiranës nuk mund të largohet përveç se me zgjedhje, atëherë disproporcioni I mbajtjes së tij në qeli nuk është më thjesht në dëm të lirive e të drejtave kushtetuese të personit, po edhe në dëm të së drejtës kushtetuese të popullit të kryeqytetit për të shërbyer nga I zgjedhuri I vet apo jo. Kryeministri thotë se në kushtet e reja gjykata kushtetuese, pasi vendosi të rrëzoj vendimin e Këshillit të Ministrave për shkarkimin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, duhet të vendosë dhe lirimin e tij kur të shqyrtojë këtë çështje. Çdo njeri normal që nuk shet tek qëndrimi kushtetueses një qëndrim të verbër kundër qeverisë në dëm të madh të Tiranës, po një qëndrim të vendosur parimor, nuk ka se si të mos pres që me të njëjtën parimësi, kur të gjykoj paraburgimin e tij, kushtetuesja ta kthej Erion Veliaj në detyrë për të vijuar procesin gjyqësor në gjendje të lirë apo jo. I bindur në qëndrimet e tij për këtë çështje dhe në pritje të vendimeve të mëtejshme të kushtetutës për çështje që lidhen, Rama ndan një ftesë dhe për qëndrim të qartë. Pika 1 dhe 2 janë të sigurta, pika 3 mbetet për të parë. Ndërkohë le të urojmë që kushdo ka në dorë të ndihmojë zgjidhjen e këtij ngërçi absurd, të kujtohet se kryeqyteti nuk mund të trajtohet si jetim për vite me radhë. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, Erion Veliaj mbetet kryetari I Bashkisë së Tiranës, edhe në qelitë e paraburgimit ku mbajt prej 10 shkurtit me akuzat të spakut për disa vepra penale, ndërsa mbetet për të parë se cilat do të jenë zgjidhjet për të dalë nga ajo që kryeministri Rama e cilëson ngërç absurd. Rroga minimale në Shqipëri do të bëhet 50.000 lekë që prej 1 janari 2026, ndërsa pensioni më I ulët do të jetë 20.000 lekë. Qeveria ka parashikuar këto ndryshime në projekt buxhetin e vitit të ardhshëm, që do të jetë mbi 8.8 miliard lekë. Viti 2026 do ta gjejë Shqipërinë me buxhetin më të madh në historinë e shtetit shqiptar, me një vlerë rekord prej 8.8 miliard lekësh. Qeveria në draftin e depozituar në parlament për shqyrtim e cilësoi këtë si një buxhet të rritjes dhe konsolidimit, I mbështetur në përmirësimin e administrimit fiskal dhe uljen e informalitetit në ekonomi. Të ardhurat buxhetore parashikohen të arrijnë 8.1 miliard lekë, ndërsa rritja ekonomike pritet të ruajë ritmin pozitiv me një mesatare prej 4% në vit gjatë periudhës 2026-2028. Kjo rritje sipas parashikimeve zyrtare do të vijë kryesisht nga kërkesa e brendshme dhe zhvillimi I sektorëve strategjik. Në aspektin fiskal, deficiti buxhetor për vitin 2026 do të jetë 2.3% e PBB-s, ndërsa balanca primare parashikohet e ekuilibruar në përputhje me rregullat në fuqi. Borxhi publik pritet të ndjekë një trajektori zbritëse, duke rënë në 53.6% të PBB-s gjatë vitit 2026 dhe në 51% deri në vitin 2028. Një nga shtyllat kryesore të buxhetit mbetet mirëqenia sociale. Pensioni minimal do të ngjitet në 20.000 lekë, ndërsa pensioni mesatar do të arrijë në 40.000 lekë në muaj. Po ashtu paga minimale do të rritet në 50.000 lekë, duke filluar nga 1 janari 2026 me një indeksim prej 2.5% për administratën publike. Deri në vitin 2028 ajo pritet të arrijë 60.000 lekë në përputhje me nivelin e inflacionit. Investimet publike do të mbeten të larta me një mesatare prej 6.5% të PBB-s, të fokusuara në projekte strategjike kombëtare në përputhje me planin e rritjes së BE-s për Ballkanin Perëndimor dhe strategjinë kombëtare për zhvillim dhe integrim 2021-2030. Në kuadër të buxhetimit gjinor, rreth
rreth 9.5% e shpenzimeve publike do të dedikohen për politika me bazë gjinore të përfshira në 85 programe buxhetore, ndërkohë buxhetet vendore do të arrijnë 97.7 milion lek, një rritje prej 9% krahasuar me vitin 2025. Transferta e pakushtëzuar për pushtetin vendor do të jetë 1.6 miliard lek, më e lartë se një vit më parë dhe dyfish më e madhe, krahasuar me vitin 2015. Qeveria ka depozituar projekt buxhetin për vitin e ardhshëm dhe një nga risitë e këtij viti është edhe rritja e pensioneve sikundër e pam. Kryeministri Rama në një postim në Facebook njoftoi se kjo rritje do të nisë nga muaji janar dhe do të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme deri në fund të këtij mandati legjislativ. Kryeministri Edi Rama lajmëroi se nga janari 2026 pensionet do të rriten çdo muaj përtej indeksimit vjetor deri në vitin 2029, kur synohet që vlera e pensionit mesatar në Shqipëri të arrijë në 400 euro. Se kam përdorur ndonjëherë këtë fjalë, por jam i lumtur sot të them pensionistëve se mua ashtu, siç u zëtuan në zgjedhje, ky mandat do të jetë mandati i rritjes së përvitshme të pensioneve. Kreu i qeverisë zbuloi skemën e rritjes së pensioneve të përfshirë në projekt buxhetin e vitit 2026 përmes një mesazhi në rrjetet sociale që e cilësoi ekskluziv për pensionistët. Pensioni urban në vitet plota pune do të rritet 1.800 lek. Pensioni urban i pjesshëm do të rritet 800 lek. Pensioni rural do të rritet 1.000 lek. Pensioni familjar do të rritet 700 lek. Pensioni i invaliditetit do të rritet 600 lek. Në vitet në vijim, të njëjtat shifra do të dyfishohen për se cilin kategorinë 2027, do të trefishohen 2028, do të katërfishohen 2029 për të arritur vlerën e premtuar në qershor të këtij viti, ku shqiptarët na dhanë plot 83 mandate. Kryeministri Rama tha se rritja e përmuajshme e pensioneve do të çojë pensionin mesatar urban 40.000 lek nga 27.350 që është aktualisht sot. Pensioni urban me vitet plota pune të shkojë 40.000 lek të reja nga 27.350 që është sot. Pensioni urban i pjesshëm të shkojë mesatarisht 22.000 lek të reja nga 15.850 lek që është sot. Pensioni rural të shkojë 18.000 lek të reja nga 11.500 që është sot. Pensioni familjar të shkojë 18.000 lek të reja nga 11.400 që është sot. Dhe pensioni i invaliditetit të shkojë 30.000 lek të reja nga 20.000 që është sot. Në mesazhin nga Aselia e PS, Rama e cilësoi vendimin për rritjen e pensioneve një premtim të mbajtur. Ky jam unë, këta jemi ne. Ndërkohë qeveria ka parashikuar 97 milion euro për bonusin e fund vitit për 756.000 pensionistë. Kush ka pension deri në 20.000 lek do të marrë 15.000 lek, ndërsa kush merr mbi 20.000 lek do të marrë bonus fund viti 10.000 lek. Akti normativ që parashikon bonusin e fund vitit për pensionistët është miratuar në komisionet parlamentare dhe pret votën e kuvendit, ndërsa në ditët në vijim pritet të nisë shqyrtimi i propozimit të qeverisë për ndarjen e buxhetit të shtetit për vitin 2026. Diskutimet për projekt ligjin për barazinë gjinore kanë shkaktuar përplasje në Komisionin për çështjet europiane dhe të jashtme. Sipas opozitës, lihen hapësira për gjini të shumëfishta, ndërsa për mazhorancën një gjë e tillë nuk ekziston. Me debate në Komisionin për Europën dhe punët e jashtme. Teksa theksuan se janë për barazi gjinore, përfaqësuesit e opozitës akuzojnë se projekt ligji ka përmbajtje të cilat prekin bazën e familjes tradicionale. Një eksperiment i dhimbshëm për Shqipërinë që doni të realizoni duke shkatruar parimet kryesore të shoqërisë tonë, duke shkatruar konceptet themelore të familjes, burr dhe grua. Por për kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla, deklaratat e shehut janë dezinformuese. Se betejë më e madhe sot e demokracisë është përballja me dezinformimin. Dezinformimi është armiku më i madh i fjalës, është armiku më i madh i vlerave demokratike, dhe kur dezinformimi përdoret si mjet nga vetë ata që formosojnë institucionet demokratike, ky kthehet pastaj në një problem më vete.
por paqartësitë për ndarje në dy gjini apo për gjini të shumë fishta për opozitarët janë të dukshme në propozim. Kupton rolet, sjelljet, aktivitetet dhe atributet që një shoqëri e caktuar i konsideron për burrat dhe gratë, që duhet ta keni parasysh dhe të mos bëjmë perifrazime të cilat nuk bëjnë gjë tjetër, vetëm fusin si kalë troje një koncept i cili është i papranueshëm. Ndërkohë, deputeti Erald Kapri quan të pakuptimt pikën 3 të Nenit 3. Neni 3.3. Atëre, nonsensi është tu. Si ka mundësi ku në të gjithë parimet që ne kemi në të tjerat, kur dikush akuzohet dhe bara i takon akuzuesit, tu na që nga e kundërta. Por pavarësisht debateve, projekt ligji e kaloi provën e këtij komisioni me votat e mazhorancës. Prokuroria e posaçme kërkon dënimin me 5 vite burg për ish sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit Alqi Bllako për inceneratorin e Tiranës, pasi çështja u rikthye për gjykim në apel në GJKO në 23 korrik. Ish deputeti dhe zyrtari i Ministrisë së Mjedisit Alqi Bllako është dënuar dhe për inceneratorin e Tiranës me akuzën për korrupsion pasiv për përfitimin e 119 milion eurove dhe 7 milion lekëve, ai do të vuaj 4 vite burgim. Për shkak se procesi ndaj tij është me gjykim të shkurtuar, masa përfundimtare shkon në 2 vite 8 muaj burg. Gjithashtu, ndaj tij është vendosur edhe 5 vite të ndalimit të funksioneve publike. Ndërkaq Bllako është nën akuzë edhe për inceneratorin e Fierit, ku aktualisht është kthyer për të shqyrtuar në gjykatën e apelit. Po ashtu edhe në Djegsin e Elbasanit, ai u dënuar në vitin 2023 me 5 vite 8 muaj burgim. Tashmë do të bëhet llogaritja e qëndrimit në paraburgim për të vendosur se kur Bllako do të dalë nga qelia, po edhe nëse ka përfunduar dënimin, edhe pse burimet thanë se ai do të lërë qelin. Për inceneratorin e Tiranës vijon procesi edhe për një sër zyrtarësh të tjerë, ndërsa në kërkim është shpallur edhe ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj. Në argumentet e dhëna më herët, prokuroria e posaçme ka shtuar se vijon hetimi edhe për persona të tjerë të përfshirë në këtë skemë. Gjithashtu i dënuar është edhe ish ministri i Mjedisit Lefter Koka, i përfshirë në 3 raste dhe për të cilin GJKO ka dhënë masat e dënimit.